Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për ëmbëlsirë të përgatisni role me fruta të thata. Për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire ju nevojiten këto prodhime: 100 gram kumbulla të thata, 4 lugë miell, 100 gram hurma, disa copë çokoladë, 100 gram ara të grira, qershi të sheqerosura, 100 gram fiq të thatë, një vezë, një pako sheqer vanilje, vaj. Koha e nevojshme për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire është 30 minuta. Kumbullat e thata i presim në copë të imta dhe i hedhim në një enë të thellë. Presim fiqet e thatë. I shtojmë në enë. Si për hurmave hedhim miell që të mos ngjiten dhe i presim. Shtojmë në enë. Qershit e sheqerosura i presim dhe i hedhim në enë. Thyejmë vezët dhe të bardhat i hedhim në enën e madhe, ndërsa të verdhat në një enë anash. Në enë shtojmë arat e grira dhe sheqer vaniljen. Shtojmë miellin. Ngjeshim masën me dorë. Masën vazhdojmë të ngjeshim në drasën për prerje, në të cilën kemi hedhur miell. Formojmë rolen. Tavën e lyejmë me vaj dhe vëmë në të rolen. Vëmë tavën në furrë. Në temperaturë prej 50 gradësh thajmë rolen për 3 orë. Tavën e nxjerrim nga furra. Në tenxhere në zjarr vëmë çokoladën dhe hedhim pak vaj. Pasi shkrihet çokolada, heqim tenxherën nga zjarri. Rolen e presim në copë me trashësi 2 cm. Të cilat i vëmë në pjatën për servirje. Si për copëve të roles, hedhim çokoladë të shkrirë. Me këtë ëmbëlsirë rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit Chardonnay, me aromë të frutave dhe me shije të ëmbël. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Në fund pijeni një filxhan kafe të shijshme. Ju bëftë mirë.